Unë e flutër me që të ndjekja edhe në rrjetet sociale, e kam pa që shumë i kushton kohë dhe rëndësi kuzhinës, recetave, gatimit. Marë parasysh që shumë gjanat frymëzojnë për me shkru dhe për ata që e din, Flutra është shkrimtare, a është edhe kuzhina pjesë e motivacionit, kur jetë të gatu edhe thu, oke, një varë për ndjerë Ja, zakonisht. Nuk motivor. Ja, dhe shkura në gjatë mirë, mundet me të kujtu momentin që ke kam të ju përjetu. Mundet me kënë si motiv ose shia, ose kur da me pas diçka nostalgji, po normal, është emocion edhe ushqime, se nuk e hanë vetëm me ngi barkon, po unë kam shumë emocion. Mu ullë edhe me shiju, në ashtat në gjena gurmana, kështu e... Unë për veti e meditaj. Unë e tjerë, do më thonë, në vënaj, nuk ha shumë pak se asi, po ha shpesh, jam kretë kohën, kështu të hangër kapak, dhe kam qef me eksperimentu. A di se, ta shkur thënë, gratë e kanë vendin të kuzhina, unë thamë që gratë e kanë vendin, kuda? Njëherë pikës pare, të normal në kuzhinë se duhet me hangë. Po, vazhdojmë se kena privatizu kuzhinën. Jo, është e të gjithve, familjes. Lishim e bo ma mirë.